4 persona të maskuar me armë të gjata e kanë sulmuar sot në Prishtinë një furgon që po transportonte para të bankave komerciale. Si pasojë të shtënave, një person është plagosur. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 10 para njerës prej hyrjeve të qendrës tregtare Albi Mall. Paparaci merr vesh se 4 personat e maskuar hapën zjarr ndaj furgonit të një kompanie të sigurimeve, e cila po barte para dhe e plagosën njërin prej punonjësve të kompanisë. I plagosur mbeti 42 vjeçari Fahri Ademi, sigurim i kompanisë private. 4 të dyshuarit janë arratisur nga vendi i ngjarjes me një vetur pick-up, ngjyrë e bardhë, tregojnë hetimet fillestare të rastit. Vetura pick-up me targa të huaja është larguar në drejtim të Hajvalis. Aty të dyshuarit e kanë braktisur veturën në rrugën Palme Lushi dhe të njëjtën e kanë djegur.